Faqja që ju po përgatiteni të shikoni është një parodi lajmesh. Kronikat nuk bazohen krejtësisht në fakte konkrete. Korrespondentët dhe analistët nuk janë gazetarë të një film. Ndaj opinionet e tyre, mos i merrni të mirëqëna. Përpara jush, Agim Bajko! Përshëndetje gjithë dhe më lejoni që tani emisionin me një lajm që ka qetësuar të gjithë botën. Më së fundmi, presidenti rus Vladimir Putin është ndosh si kokra e mollës dhe është shfaqur sërish në publik pas 10 ditë mungese. Gjatë këtyre ditëve qarkulluan hipoteza të ndryshme për fatin e tij, por të gjitha ishin shumë larg të vërtetës. Putin është gjallë dhe ky është lajmi i parë në të gjitha mediat botërore. Ai u largua nga skena politike fiks më 5 mars, 5 minuta pasi Tom Doshi rrëfeu skenarin e atentatit ndaj tij në studion e Kolballës. Shërbimi sekret rus, pas kësaj situate të turbullt, vendosi që derisa çështja të qartësohej, të marrë në mbrojtje presidentin Putin. Për 10 ditë Putin ka ndenjur i fshehur në një zyrë të improvizuar të një universiteti publik në afërsitë të Moskës dhe ka porositur njerëzit e tij më të afërt që të ndiqnin hap pas hapi situatën në Shqipëri. Pasi pan videon e Beskallakut dhe u siguruan se Putin nuk ishte në listën e atyre që u kërcënohej jeta, shërbimet sekrete ruse vendosën ta nxjerrin në publik. Pas daljes në publik, Putin deklaroi se ishte ndier shumë i kërcënuar dhe se ai mund kishte përdorur armët bërthamore për vetëmbrojtje, nëse emri i tij do të ishte në besilistë. Nga informacionet e rezervuara vetëm për bypassin, kemi mësuar se në videolistën e cila ju shpërnda të gjithëve nga kryeministri Rama, ishin edhe emrat e presidentëve Putin, Obama, kancelarja Merkel dhe Papa Franceskut. Por, këta të dy u hoqën në momentin e fundit nga frika se mos këta e merrnin seriozisht. Një video me humor, një imitim ky video së famshme 37 minutëshe të Tom Doshit, ka bërë që mbi aktorin e humorit Beskallaku të hidhe një lumë akuzash. Shoqëruar kjo edhe me thirrjen e aktorit pranë ambienteve të prokurorisë së krimeve të rënda. Ish kryeministri Berisha e ka cilësuar si një tentativë për të diskredituar procesin hetimor lidhur me akuzat e bëra nga deputeti Tom Doshi. Ditët e fundit nëpër rrjetet sociale është duke qarkulluar edhe një tjetër video e cila hedh dritë mbi një komplot të përmasave botërore, edhe që ka në qendër të saj një personazh shumë të njohur të politikës shqiptare. Hombre, mi hola, por favor, mi hola. Quidachos. La, papá. Hombre, mi hola, por favor, mi hola. Quidachos. La, papá. Të gjithëve u ka tërhequr vëmendjen Nardi që e flet spanjishten më mirë se sa shqipen, edhe kjo ka ngjallur dyshime. Disa mendojnë se pas motiveve të vizitës së Nardit në Kub, fshihen skenar komploti. Këto zëra i mbështet më së miri edhe kjo video e cila sapo është hedhur nëpër rrjetet sociale. Regjia. Uratove? Po, Jemi gati atëherë? po pra, filloj. Apo do në kafe? Jo, më lere, amon. Lere se duhet marroj punë shpejt se kam dhe një 2 regjistrime të tjera për të bërë. Okej, filloj atëherë. Ju keni dhënë apo keni marrë porosi? Kam dhënë porosi. Ku ja keni dhënë? I kam dhënë një porosi në Ardëndohës. Në emër të kujt? Në emër të ambasadës amerikane. Çfarë mision? Të përfundonte atë që nuk bëri dot Andi Bushati. Dhe cila ishte shënjesa? Fidel Castro. Për çfarë motivi do ta eliminonit Fidelin? Sepse do të lejoj Erdoganin të ndërtojë një xhami në Kub. Po Erdogani, pse do ta ndërtojë xhamin në Kub? Se do të ringjalli perandorin osmane. Cili ishte skenari? Atëherë Nardi do t'i afrohet Fidelit me pretekstin se ka për të dhënë një mesazh nga Fidel Ylli edhe nga Castro Zizu. Çfarë do të përdorte për të goditur? Do t'i bënte disa pyetje bombë. Çfarë pyetjesh? Zgjedhjen e pyetjeve ja lam në dorë Nardi. A ju tha Nardi se çfarë pyetje do t'i bënte? Po. Na tha se fillimisht do ta pyeste Fidelin sepse kubanët i quajnë puro kubaneze. E nëse kjo nuk do bënte punë, atëherë mund përdorte një pyetje më të rëndë. Çfarë pyetje? Nardi do pyeste Fidelin se përse Kuba nuk kishte formën e kubit.
Po, nëse edhe kjo pyetje nuk do të qëllonte në shenjë. Atëherë do të përdori karta e fundit, pyetja sekrete e Nardit që do ta bllokonte fare Fidelin. Ashtu siç bllokoi Fatmir Xhafën. Keni pyetje? Faleminderit zotë kryetar. Ne dim që komisioni... Pyetje, lutem, Po. Fal. Zotë kryetar thar. Po si dhe. A jeni ju kujtari? Pa. Maraj pyetje. Po, pse Nart Noga mori përsipër që ta kryente këtë mision për llogaritë ambasadës amerikane? Sepse vetë ambasada i premtoi që do të ndërhynin që ai të ishte i ftuar në një program shumë i njohur humori në Broadway. Edhe do ta bënin të pamundurën që Nardi të caktojë ambasadori i Shqipërisë në Vatikan. Ju faleminderit. Mjaft interesante kjo, por nga informacionet më të fundit që na kanë mbritur me anë të një agjenti të infiltruar në një nga protestat e opozitës, ne kemi zbuluar edhe një tjetër komplot. Të gjithë mendonin se rrëzimi i këtij personi mu përpara këmbëve të udhëheqësve më të lartë të PD-s ishte thjesht një incident. Por në të vërtet ishte krejt ndryshe. Ajo ka qenë thjesht një lëvizje e studiuar, madje pjesë e një skenari që ka si protagonist Europën edhe Amerikën. Ky personazh jo vetëm ka zbuluar se Amerika dhe Europa ja kanë me hile Shqipes, por ka bërë publik edhe emrat e agjentëve të implikuar në këtë çështje që, siç lexohet, janë Mutter dhe Merel. Ne me ndihmën edhe të një deputeti gjerman kemi zbuluar se kush fshihet pas emrit të koduar Shqipe. Lulzim Basha mbështetet ende të këshillat e Sali Berishës. Kjo është përshtypja e deputetëve gjerman pas takimit që ata patën në Gjermani me kreun e Partisë Demokratike Lulzim Basha. Tani i takon prokurorisë dhe policisë të zbulojë se kush fshihet pas pseudonimeve Mutter dhe Merel. Dhe mbi të gjitha, të gjejnë pse Europa dhe Amerika ja kanë me hile Shqipes. Please let us follow now with our topics. Talking to me? This is ridiculous. The majority is asking its own ministers. The parliamentarians from the majority asking their own ministers. Is this democracy? This is ridiculous. This is ridiculous. The majority ask their own ministers. Who the fuck do you think you're talking to? Deputetët e shumicës që pyesin qeverinë. Është kjo dialogu, është ky debati ndërparlamentar. Ky nuk është debati ndërparlamentar i 10 viteve të fundit. Në 10 vjet nuk ka ndodhur ndonjëherë kjo që po ndodh sot. E po si shkoj edhe kjo punë kështu, a? Të gjithë komplotojnë kundër të gjithëve. Po, them t'i lem këto skenare me komplote dhe të kalojmë tek një skenar tjetër. Skenarin Ukrainas. Do flasim edhe për skenarin Ukrainas, por më përpara le të merremi me skenarin shqiptar, i cili përsëritet sa herë që jemi në prag zgjedhjesh. Ky incident nuk u fitet tragjedisë në bulevardin e protestave, ka detyruar Partinë Demokratike dhe protestuesit të kërkojnë mbrojtje për kokat e tyre, ose një çadër ku të futeshin. Dhe kjo mbrojtje nuk vënoi të dukej protestën e radhës. Ky slogan që mbaron me fjalën ik, më është dukur i dyshimt që kur u përdor për herë të parandej nga fillimi i viteve 2000 dhe i drejtoi një tjetër personazhi të së majtës. Se aspiratët tona nuk do ketë forcë në pak që t'i pegoj pa largimin tonë nga qeveria. Ik se e bërë, i syri kombit, ik se e bërë, qëndet varfëve, ik se e bërë, mashtrusi mali kombit, ik
se e bërë njeriu që urren Shqipëri dhe shqiptarët. Me sa kuptova me këto protesta të përditshme, opozita është duke i bërë thirrje Metës që të ndjek shembullin e shoferit të tij. Unë jam shoferi zotit Meta, si... Të djathët madje i kanë premtuar Metës se do ta ndihmojnë atë që të rifitoj peshën që kishte kur ishte në aleancë me ta. Meta dhe ndonjë simpatizante e tij kanë dhënë një shenjë se mund ta pranojnë këtë ofertë. Vros Pellaqe Pisejani. Respekte dhe para doktorit, para shumë doktorit, ma përqafoni. Miru pafshim, faleminderit. Vetëm se ata kanë vënë një kusht që marrëveshjen ta nënshkruajnë me kryetarin e vërtet të PD-s. Lideri i opozitës ka qenë i ftuar tek një emision televiziv që fillon me 0 dhe e mbaron me N dhe që drejtohet nga një prezantues pa flok. Gjatë intervistës prezantuesi e ka pyetur disa herë Bashën nëse do të bënte koalicion me Metën. Herën e parë ai është përgjigjur se nuk e kishte dëgjuar pyetjen. Të dytën se nuk e kishte kuptuar pyetjen, herën e tretë u përgjigj se nuk e dinte çdo të thot koalicion, të katërtën se nuk e njihte Metën, dhe vetëm në pyetjen e 10 ai u dorëzua dhe pranoi të përgjigjej duke thënë se kjo nuk ishte pyetje për të, por për kryetarin e Partisë Demokratike. Tani, le të flasim për një lajm bombë. 2 alarme për bombë njëri pas tjetrit në afërsitë të shkollave rezultuan false mëngjesin e kësaj të mërkure në Tiranë. Sa shumë janë shtuar kohët e fundit edhe këto alarmet për bomba. Nuk guxon njeriu që të harojë një valixhe në rrugë se menjëherë vinë forcat e xhenjos edhe ta shpërthejnë. Po, kush i vë këto bomba dhe përse xhanëm? Hidh bombën tënde. Është ky projekti që nisi në Tiranë, vazhdoi në Durrës dhe shumë shpejt pritet të përhapet në të gjithë Shqipërinë. Qëllimi i këtij projekti është të testojë punonjësit e policisë, si dhe të ndërgjegjësojë qytetarët që të mos hedhin në rrugë gjëra të dyshimta, si bie fjala çanta, kuti kartoni apo celular të vjetër. Thuhet se projekti do të zgjasë deri më 21 qershor dhe të gjithë ata që kanë një telefon fiks apo celular mund të bëhen pjesë e tij. Nismëtarët e këtij projekti deri tani kanë ngelur anonim. E po, qënë ka goxha projekt dhe më duket se autorët e tij e kanë shumë gabim që qëndrojnë anonim, pasi ata po bëjnë diçka shumë të mirë për komunitetin. Edhe fal këtij projekti, qytetarët tanë jo vetëm që nuk lënë më objekte të dyshimta jashtë, por nuk dalin as vetëm për rrugë, madje mbajnë të mbyllur edhe të tjerë. Një ngjarje gati absurde ka ndodhur prej 3 muajsh në Universitetin Aleksandër Mojsiu në Durrës. Rektori i këtij universiteti Mithat Mema ka mbajtur thuajse të izoluar në një qeli dekanin e këtij universiteti Elmaz Leçi. Dekani duhet të firmosë çdo mëngjes në orën 8 një proces verbal për ardhen e tij dhe në orën 16 duhet të firmosë sërish për daljen e tij nga universiteti. Edhe një ditë madje që doja të pija një kafe dhe më duhet të diskutoja me 2-3 kolegë, krejt normalisht për çështjen e punës, më kishte parë nga dritarja, thot dekani. Kishte dërguar njerëz në atë dhomë në Papafingo dhe kishte bërë një proces verbal dhe më kishte hequr ditën e punës. Nuk besoj se ky rektori do të ketë bërë një diçka të tillë, por edhe nëse e ka bërë, për të mirën e dekanit do ta ketë bërë, sepse mbyllur në zyrë, ai është më i sigurt se sa nëpër kafenet përreth universitetit. Dhe çdo universitet duhet ta ndjek këtë shembull nëse dëshiron që të ruaj edhe ato pak njerëz me titull që ato kanë. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost, I crown you King. E kisha fjalën për personat me titull akademik, se ata me titull kalorsjak ka sa të duash. Në ditët e sotme nuk është dhe aq e vështirë që të bëhesh kalorës, apo jo? Por unë kam patur kanë dhe që nga fëmijëria gjerë sot, unë kam mbetur kavaljer.
Vështirësia më e madhe në ditët e sotme është të bëhesh i famshëm dhe ka vetëm një vend që ta mundëson këtë. Me kërkesën për të shprehur në emisionin Opinion të gazetarit Blendi Fevziu shqetësimin e tij për situatën e kriminalitetit në vend, Florian Matia kërcënoi se do të hidhej nga një pallat shumëkatësh në rrugën Aleksandër Mojsiu, pranë Ishkin në Studios. Përse e bëre gjestin, ma thuaj edhe një herë. Arsye pse e bëna këtë veprim është se unë dua të bam sa më njohur për gjithë shqiptarët. Po sigur unë mos thosha që s'ke për të ardhur, do zbrisje. Unë do zbrisje, do vazhdoj jetën time, punën time. Qa bo? Faleminderit, Florian. Pavarësisht thirrjes së drejtuesit të këtij emisioni, dikush ka tentuar sërish që të bëjë një gjë të tillë. Dhe ne u gjendëm me kameran ton kur një i ri ishte përgati që të hidhej nga taraca një pallati jo shumë larg televizionit shqiptar. Mos u afros ti unë tash sot, jam gati më edhe me thit gjithë kockat e mia me vdektu. Mos u idh, ju lutem. Kush je ti? Jam gazetari bypassit. Po kishit kërkuar vet. Okej. Afro po veç ti. Mund të më thoni pse doni të hidheni? Kush ju tha ju se do hidhem unë? A? Nëse nuk doni të hidheni, përse keni hyrë aty lart? Më fal po, kush të tha ty që nuk do hidhem unë? Tani do hidheni apo nuk do hidheni? Nuk kam për të hedhur, jo, do hudhet gjyshi, jo unë. Po gjyshi juaj ku është se nuk po e shikoj? Gjyshi është ke zyra vet. Pra gjyshi do hidhet nga zyra e tij? Jo, jo, nuk kam për të hudhur gjyshi, do hudhem unë për gjyshin. Po pse do hidheni? Do të thënë, pse do hidheni ju në vend gjyshit? A ka ndonjë kusht, ndonjë kërkesë? Gjyshi ka për të hudhur, do të thënë unë kam për të hudhur vend gjyshit. Qofse aty nuk i vjen i ftesë te emisioni Bledi Fevziut. A do të dali tek Fevziu që të bëhet i famshëm? Gjyshi im famën më të madhe e ka fitu kur ka dal te bursa Wall Streetit. Kurse këtë emisioni Bledi Fevziut do të veç me i boca pyetje. E kuptova këtë, po mua pse më kërkuat? Po, që të merrni Bledi Fevziu në telefon, që ai të pranoj që ti përgjigjet pyetjeve të gjyshit tëm. Po pse nuk e merrni vetë në telefon? E mora pak më përpara, po e kishe telefonin e zonë. Ase qa bona, mora krye redaktorin e vetë telefon, edhe ai më thaj që Bledi ishte bë gati me udh vetë dhe ai si puna jeme. Po Fevzo, pse do t'hidhej? Kishte me udh nëse nuk e ftohte Sokol Balla ke Top Story. Po Koli, çfarë përgjigje i kishe dhënë? Kjo mërçun varet veç nga Turi. Nëse Turi pranon që ti bëj një intervistë Sokol Ballës, tamam siç e boni Angela Martinit në krevat, atëherë ai nuk do hidhet nga shkallët, por do zbresej dhe do shkoj t'i bëj pyetje Bledi Fevziut që edhe ai mos hudhet nga shkallët e veta. Po mua pse më kërkuat atëherë? Po se ju të bypassit keni hyrje dalje aty ke oktapodi. Tash ju mundeni me ndërhy, ti thoni atij Turit që ta intervistoj Sokol Ballën, që ai të intervistoj pastaj Bledi Fevziun dhe Bledi Fevziu të pranoj të përgjigjet pyetjeve të gjyshit tëm. A e kuptova apo jo po theme? Pas ndërhyrjes së bypassit, ky djalë arriti të zbriste nga taraca pas një të gërvishtur dhe gjyshi i tij arriti që të bënte pyetjet që dëshironte dhe të merrte përgjigjet për çdo pyetje të tij. Ti ton pyetish më për sot se si duke zhvillimi shoqëm. Po sot? Sot nuk di se si të them. Ja, grupi doktorit ke dritarje e zyrës së tij atje ke kulla. Edhe thot një lloj sifati. Kjo është paranoja. Një minutë. O Vike Fevziu, ai nuk pyet dot thot për akuzat që Meta i bën opozitës. Po këtë pyeta Metën. Përgjigju ti. E kam pyetur Metën. Ra e para. Dhe ka dhënë. Ai nuk pyet dot pse Meta takoi vllain e Mill Fufit, gjë që e pohoi vet. Dhe për këtë e pyeta Metën se pse e ka thirrur dhe pse nuk ka thirrur vet zotin Fufi. Do të rikthehemi sërish pas një hapësire të shkurtër publicitare.